Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Botrori 2026 është pushim sot, por RTS Shkodra vazhdon të jetë pranë shikuesve të saj për emocionet e këtij botrori që sa vinë dhe shtohen dhe duket që kulmet po arrihen duke pas parasysh dhe ndeshjet e fundit ku përcaktuan dhe skuadrat çerkfinaliste. Sonte kam përgjedhur një panel ku, si gjithmonë, kur gjenia femërore është pjesë e panelit, ka edhe më tepër interes dhe ajo është Jona Leceza. Mi se edhe Jona. Një tifoze franceze. Janë me pakicë në Shkodër francezet, por ato që janë me potencë dhe janë me autoritet, si që është dhe Jona Leceza, që vjen nga një familje sportive, familja sportive Leceza, kur kemi parasysh se është vajza Gjergj Lecezës, ish voleybollistit vllaznis dhe të ekipit tonë kombëtar, por edhe presidentit të boksit si dhe të voleybollit shqiptar. Por një herëzi, duhet të thënë se është dhe antare e ka hershme e Këshillit Bashkiak. Emocione, pa tjetër, se titulli këtij emisioni është Emocionet e botrorit. Pa tjetër, emocionet në familjen tuaj, në këtë botror, si gjithmonë janë? Sigurisht. Dhe shumë mirë që the emocionet, se mendova se më thirrë si eksperte dhe do iksha para se të filloj të emisioni. Po, shumë, se si që thot unë jam tifoze me francez, që është e vogël, edhe ashtë edhe shumë bukur me pas skuadrën e zemrës për tretën herë duke aspiru për të arrit paktën në finale. Edhe sigurisht ka dhe një anë tjetër, se kur e përjeton në familje mund të kesh edhe tifozeri po thonë të ndryshme. Si janë pjesëtarët e tjerë të familjes? Po baba është me Gjerman, edhe nuk shkojmë shumë mirë. Burri është me Brazilin, u mërzitme që u largu. Fëmijët sigurisht tentojnë me kanë më shumë me teatrin, se ndajnë edhe më shumë diskutime për temën. Unë jam thjesht tifoze emocionale. Edhe tashti fëmijët thonë që hajt mirë se të paktën s'po mërzitet mami, kështu që po e përjetojmë pak. Jona, ju jeni pjesë e ka hershme paneleve sportive, kam parasysh patën bashkëpunimet me mua kanë qenë edhe kur kanë qenë emisionet në TV Channel vitet më parë, kur ju ishte dhe pranishme dhe keni shfaqur interes sepse vetë komentet tuaja kanë qenë profesionale dhe shpresojmë që dhe sonte të jenë me interes komentet tuaja për publikun. Ndërkohë, Artan Duro, trajneri i handballit i hershëm, një nga mjeshtrat më të mëdhenj, kampion me vllaznin dhe një familje sportive, kur kemi parasysh edhe djalin e tij, voleybollistin e talentuar që tashmë është larguar nga Shkodra, nga vllaznia dhe do të luajë në Ulqin. Mirë se erdhe. Mirëmbrëma, Gaci. Mirë se u gjeta. Faleminderit për ftesën. Në familjen Duro, ndiqet? Tifoza gjerman, po me keq ardhe jena eliminu. Si pritet eliminimin? Shumë keq që kena prit, po ky kampionat botëror po difton që po ka shumë gabime. Gjermania edhe Bayern jam mësues, unë jam tifoz me Bayern edhe Gjerman. Edhe performanca e gjermanëve nuk ishte ajo që kishim pritshmëri, nuk kanë ata të shtaj kampionatet botërore, gjermanët nuk po diftojnë që janë ata të 2014 që dolën kampion botët. Kështu që po njëkim ekipe tjera, shpresojmë më kënaq, po prap një kampionat që të lënë me një shije të keqe, domethënë dikush favorizohet, dikush jo, penaltit po hallojnë, faulat po hën, kartona, vari nuk po bën punën e vet si duhet. Kështu që në Artan Duro, vllai juaj me cilën skuadër bën tifo? Të shpërnejtoni nuk e di se nuk është tifosina na, unë se Odi dhe djali tjetër. Domethënë më tepër më duket se emocion brazilian, duket, nuk e di, është. Po se Adi djali? Gjerman. Gjerman. Të dy jam ti kam në Gjerman. Mirë tani, të prezantojmë edhe të ftuarin tjetër që është një emër shumë i njohur i medias sportive, është kolegu im pikërisht Marengdin Zhivani, i cili përfason edhe Star Plusin, televizionin lokal që pasqyron me shumë dashamirësi dhe pasion sportit. Mirë se erdhe Zhivan. Mirëmbrëma, Gac, faleminderit për ftesën. Një familje, po themi, mediatike, sportive. Kam parasysh dhe lajnë tuaj, mikun tonë ka hershëm, Medan Zhivani, respekt për të figurë që nuk jeton sot, por ka lënë pas një karrierë shumë brillante, që po e vazhdoni ju, por edhe Klodi. Do të Klodi për post sportit ka edhe fushat e tjera, por jeni krenar që ndiqni traditën, pasionin. Pa diskutim, dhe të falenderoj dhe e vlerësoj shumë që her pas here
na sillni kujtimin e xhaxhait tonë në studiot e ndryshme televizive dhe jo vetëm unë, po e gjithë familja jonë është shumë mirë njohës. Unë kam shumë kujtime me Marin Glerin, sidomos edhe në këtë studio është një foto që shpeshherë çarkullon, kur kemi qenë së bashku në lidhjet e drejt për drejt me televizionin shqiptar, dhe është një foto që më krijon emocion sa herë shikoj. Respekt për Marin Glerin, por edhe për punën tuaj. Si po ndiqni botrorin? Përpos anës profesionale. Botrorin në fakt gjitha ndeshjet i kemi ndjekur deri tani, edhe ato që kanë qenë pas mesnate, ndoshta edhe nga pasioni i çmendur që kemi për këtë sport, realisht ka qenë një botror shumë interesant ku le të themi ka rënë ai miti i kombëtarëve të vogla, le të themi që po dallohen edhe portierët në fakt për pritjet që po bëjnë në shumë ndeshje, dhe deri më tani një botror interesant. Po shohim ndeshje të bukura, e tillë ishte edhe ajo mbrëmje mes Argjentinës dhe Egjiptit, një përmbysje fantastike e Argjentinës nga 0-2 me rezultatin 3-2, dhe një botror interesant deri më tani. Pjesëtarët e tjerë të zhivanëve me kë janë kryesisht? Itali, Gjermani jemi të përzier. Lot Zhivani me këtë. Lot Zhivani me Gjermanin, po fatkeqësisht i ka ikë shtëpi. Sokoli? Gjermani vllai. Gjermani. Mirë, të nderuar shikues, këto janë pjesëtarët e panelit në studio, por mendimin e kolegëve të mi të pultit e transmetimit Nino Jakova dhe Florian Gërdanit do të bëhet mundur të kemi një lidhje drejt për drejt, të jemi së bashku edhe me një mik tjetër që jeton në Amerikë, por ka lënë gjurmë në historinë e sportit shkodran, një ish kampion dhe rekordmen në atletik, Fatjon Serhati. Përshëndetje, Fatjon, nuk po ju them mirë mbrëma, sepse atje këtu është mbrëmje, atje është akoma pas dita, apo jo? Jemi qashtor brava, si gjithmonë. Po uli zonin e telefonit se ndërhyn. Përshëndetje gatë. Përshëndetje, fillon. Nasi që ju kemi drejt për drejt, sepse kemi pasur edhe të tjera intervista së bashku, sidomos në Shkodër, për sukseset tuaja, por kur realizohet një bisedë nga Shkodra në New York, është diçka krejt tjetër. Është një kënaqësi e veçantë që unë gjithmonë flas te televizioni juaj, e faleminderit edhe prej anës tuaj si gazetar që gjithmonë na kujtoni edhe nuk na lani në harres. E meritoni, Fatjon, të kujtoni, por arsyeja që ne jemi së bashku në këtë emision është ajo se në Amerikë është festë. Ky botror është festë për gjithë Amerikën. Në atë zonin ku jetoni ju, familja juaj, miqtë tuaj, ajo zonë, si po përjetohet botrori? Ka rreth 1-2 muaj që njihet shumë atmosfera festive e Kupës Botës, e sidomos qyse ka fillu. Ne kemi afër stadiumin këtu rreth 20 minuta larg nga shtëpia ku unë jetoj, New Jersey, stadiumin ku do të luhet edhe finalja. Ndryshe nga ju, ne i kemi oraret shumë të favorshme për mi ndjek gjitha ndeshjet, edhe si sportdash edhe si futbolldash, aq më tepër që vazhdojmë profesionin këtu me stërvitjen e akademisë që unë përfaqësoj, nuk i na shkput edhe e ndjekum me shumë dashuri edhe me shumë kurreshtje, se si do të ndahen ndeshjet e ardhshme. Me ke bën tifo, Fatjon Serhati? Tash ti do të çuditesh pak, por para se me fillu kampionati i botës, ndeshjet e grupeve kur po lutet edhe Shqipëria, unë thash që Norvegjia i kam thënë edhe ty në familje e shokëve të mi, Norvegjia ka me kanë surprizë, se po se si po lutet. Tifoz jam spanjol, kështu që i kam të dyja skuadrat mbrapa. Pas keni pasur një nuhatje thuajse të njëjtë me Arbër Shqytanin, trajnerin e minjor të futbollit, ai që herët pa filluar botrori ka konsideruar Norvegjin një skuadër që do të bëjë surpriza, dhe me të vërtet ashtu është. Ndoshta nga mënyra si ne shohim lojën, e shohim ndoshta e largojmë pak tifozllegun dhe shohim realitetin, sepse ndryshe është thjesht tifoz, unë tifoz i vogël kam qenë me Italinë, po qyse ka marrë në Amerikë më ka ndryshu pak guste. Në familjen tuaj, të gjithë jeni së bashku me një skuadër, apo si shumë familje se bën tifo për skuadrat ndryshme? Opozitar. Me djali let futboll këtu me akademinë ku unë punoj.
Dhe është tifoz me Amerikën, po çfarë të them tash? Por largimi i Amerikës është me interes të dim si u prit nga komuniteti, sidomos amerikan. Ajo ishte një arritje që shkoi deri në atë fazë. Kështu që duhet me e pa si pozitive dhe jo si negative eliminimin e saj nga Kupa e Botës. Duhet me e pa si pozitive. Ka ndryshuar modelin e lojës, nuk kanë luajtur ndonjëherë më mirë se sa këtë kampionat botës. Kështu që ndoshta mas 4 viteve kanë një problem shumë skuadrave të rëndësishme. Megjithatë, ai kartoni i kuq që ju fal nga FIFA ka bërë shumë buj. Si u komentua atje? Normalisht që ishte një diçka normale edhe pranueshme nga sidomos nga këto shokët amerikan, edhe mund të lejohet ajo gjë, por nuk duhet të ndodhë ajo punë sepse krijon precedent për skuadrat e tjera. Rregullat janë rregulla për mendimin tim. Në studio kam një tifoze franceze, se duket Franca do të jetë favorite, është Jona Leqeza, familje sportive, kolegu im Marlin Zhivani, por edhe një mik i juaj i ngushtë si profesor Arton Durro. Unë e përshëndes panelin tuaj në Rum, posaçërisht edhe profesor Tonin, sepse kam një karrierë dhe memorie, kujtime shumë me profesor Tonin. Është një figurë shumë e nderuar e sportit shkodran edhe vazhdon e jep edhe si mësues shumë, unë vazhdoj e njeku nëpërmjet rrjeteve sociale. Shok i mirë, s'kam çfarë them më tepër. Përshëndes më shoku jem, jena fillu bashkë në lojën olimpike, qysh 2014. Po, u mërzita që mik ti bashkë me Endrin, kështu që ta prit zoti marr. Kena ik një kohë me profesor Entri Qakun, edhe profesor Entri Qakun e kam këtu afër. Me që na përmendi Endri Qakun, me ke bën tifo, profesor Endri? Besoj se duhet jetë italian. Besoj. Italian. Është Gjermancion më shok, se gjithmonë ka qenë me veshën gjermane. Familja Qaku Gjermania. Tash më kujtu. Familja Qaku ka të drejtë Gjivani, janë gjithë me Gjerman, kur kam parasysh Ersi Qakun, që është shpeshherë pjesë e këtij paneli, por edhe Ben Qakun, i cili ka lënë Lenci vllai i vogël. E gjithë familja Qaku. Fatjon, përpara se ta mbyllim edhe diçka tjetër, si po shkon akademia juaj, se disa herë na e përmendën dhe më erdhi mirë, u kënaqa, u gëzova që djali juaj është rritur dhe është bërë pjesë e Akademisë Futbollit. Këtu ndryshe nga vendet europiane, akademitë funksionojnë pak me një model tjetër punet, por unë punoj te akademia që Anci Agolli është pronar, edhe është personi që e ka hapë sportit, dhe unë jam një ndër trajnerët më të vjetër aty, që në momentet e para të hapjes, unë kam punuar aty me jo full time, sepse punosh full time këtu me akademi, duhet të kesh edhe diçka tjetër me njën, por mjaftueshëm e ani vetin mirë edhe ekonomikisht edhe profesionalisht. Janë rreth 350 fëmijë që i kemi te akademia jonë, nga U5, U6 deri te U17, U18. Funksionon. Dhe e fundit Serhati, kush e fiton botërorin? Për mendimin tim, me çka kam pa mu pëlqen futbolli që të krijon gjithmonë emocione sa herë që e ke topin kam, Spanja ose Franca. Jona, pa diskutim që e pret me gzim këtë parashikim, po Norvegjia që thatë kam simpati, nuk mendoni se deri ku mund të shkoj? Gaxhia, skuadër surprizë. Skuadër surprizë do të thotë që edhe me Anglinë në fazën që është surprizë edhe për Norvegjinë, kështu që u them që ato kanë bërë shumë mirë, mund ta kalojnë edhe Anglinë, pse jo? Ajo vazhdon surprizën. Ta luajnë shumë mirë, po nuk besoj se duhet të jetë kampion e botës. Uroj, pse jo? Fatjon, ju falenderoj shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë dhe me përgatit për ditët e ardhshme Anci Agollin si dhe Endri Qakun, që ti kemi drejt për drejt. Është një porosi, pra një detyrë nga ana kësaj studio, që po ja lëm porosi.
si koordinator i studio sport në RTS Shkodra. Do të mundohem t'ju koordinoj, gati me shumë dëshirë. Gjithë mirat. Përshëndes shok. Respekte. Përshëndes. Gjithë mirat shok, gjithë mirat. Rikthehemi në studio, Jona, edhe këto lidhjet nga jashtë, domosdoshmë nga Amerika atje ku është gjithçka, kemi pas lidhje edhe nga Kanadaja, nga Meksika në fakt nuk kemi pasur ndonjë kontakte, por Kanada, Amerikë i kemi mbuluar. Japin larmi. Jo ardhi mirë që e konsideroj Fatjen Sahati Francën, njëherë nga pretendentet, në fakt opinioni e konsideron favorite kryesore Francën. Me ardhi mirë më shumë për faktin që shoh bashkombas tonë, por edhe nga qyteti jonë që përfaqësojnë në mënyrë dinjitoze për profesionalizmin e tyre jashtë kufive, aq më tepër në një vend si Amerika, aq më tepër një shtet si New Jersey që ka shumë zhvillim, pra dhe është vështirë t'ja dalësh atjesh në maje. Dhe për më tepër, pra ajo që më erdhi më shumë mirë nga biseda që ndëgjova është kjo. Dhe përgëzoj si atë si tonë shqiptarë që edhe në skuadra tjera ku janë, edhe në Zvicër që ka shumë, po thuna, kombas tanë që janë lojtarë shumë të rëndësishëm të formacionit, edhe në vende tjera, pra ka nga i tek tuk, në Austriku i taj ku ka kanë Europiani, kanë 2 ose 3 shqiptarë në formacion, dhe vetëm për këtë më vjen mirë, pra, dhe për ta lidhur pastaj me Francën. Në lidhje me këto që thatë jo të sportistët shkodran, shqiptarë, për kryesisht dhe shkodran, po e gjenë veten edhe në profesionet e tyre, edhe Endri Qaku, edhe Fatjen Serhati, në New York apo në Kanada Alvin Beqiri dhe të tjerë, por kemi në New York dhe kolegun ton, Kujtim Dracini, që e përshëndesim nga kjo studio, është nga veteranet e këtij institucionit që është atje me familjen dhe po e përjeton botërojnë me shumë emocion. Për ta lidhur me francez shkurtimisht, unë jam bë me to ku kam kanë shumë e re dhe realisht duke kujtohes pse jam bë, kam përshtypjen që mund ta ngoni komuniku, kam përshtypjen, po që nuk e kam. Edhe fal lidhjes familjare që e ka hershme mes dy familjeve. Për ti jam ekspozu faktikisht me Francën, ajo që më ka pëlqyer gjithmonë ka kanë fakti që Franca ka kanë e para, unë po e kuptu tashmë që jam rrit pak edhe nga ana sociologjike, kuptoj diçka më tepër, ka kanë nërë të para që ka thy pak a shumë mitin e integrimit dhe ka fillu, po thonë, edhe pjesën e ndryshimit të rendit të saj shoqëror e ka fillu nëpërmjet sportit. Dhe prandaj, siç po thoja edhe për bashkëkombasit tonë që kanë sukses, është pikërisht kjo, pra që sporti na lidh, nuk është vetëm loja, sa është edhe pjesa sociokulturore që i vjen rreth. Kështu që për këtë arsye admiroj ekipe si francez që janë multikultural dhe janë një lloj përfaqësimit edhe i shoqënisë tyre. Kështu që në Këshillin Bashkiak, aty ku jeni një anëtare shumë aktive, duhet ta pranojmë se tashmë Këshilli Bashkiak falë mediave lokale është bërë shumë i afërt me publikun, transmetimet e drejt për drejta kanë ndikuar dhe ju jeni me të vërtetë shumë aktive edhe në shumë procese. Sa ndihet botërori? Ka Këshilli Bashkiak? Ato bisedet tuaja në ato takime. Herën e fundit për shkakun kishim një gjallje acarimit, sepse po fillonte ndeshja dhe po zgjatë mbledhja, kështu që nihet. Kërkuat të merren vendimet me shpejtësi. Po të vën pak shumë në sprovë etike, si më thënë, a koha që do të më kushtu diskursit publik apo i herën 4 vjet që luhet. Edhe opozita ishin të gjithë me botërorin. Ka tifozat shumë Këshilli Bashkiak. Pse jo? Ka edhe sportiste, kemi thënë, kryetari i Këshillit Bashkiak është një ish kampion dhe rekordmen i atletikës si Ultion Luli, që vetëm 2 javë më parë i është thyer një rekord që ka jetuar mbi 20 e sa vite. Por në kryetari i bashkisë, Rodin Bega, ish futbollist i Vllaznisë dhe i kombëtares, por edhe shumë të tjerë. Së të qofte, ka pasur kritika, në fakt, edhe nga opinionet e tjera që Bashkia këtë radhë nuk ka ngritur ato podiumet e fan klubet për t'i dhënë një ehon t'i botërori. Duhet kishte diçka me masive, po e luajnë mjaft mirë rolin edhe njësitë private, lokale, sidomos pedonalja, po çdo lagje e qytetit jeton me botërorin. Por është pritur diçka e tillë. Ndoshta mund ta ketë llogaritur për çerkfinalet, për gjysmëfinalet, për finalen, pse jo? Pse jo me këtë emision mund të jetë spontan nxitje.
Fakte ta bojnë qish qëllim, nuk bojnë nuk kanë caktume. Edhe vetë jona mund të jetë protagoniste për ta përcjell. Te kryebashkiaku Benet Beci që duhet një gjallëri tek ai sheshi përpara bashkisë Shkodër aty ku zhvillohen spektaklet shumëta. Nga ana tjetër mendoj që sporti, sidomos në Shkodër, ka nevojë për shumë ndërhyrje që nga pjesa infrastrukturore deri te pjesa që t'i jepet një rol strategjik që meriton me pas, pra ta tejkalojnë fazën amatore dhe të jena kompetitiv në çdo lloj aspektit, po minimalisht duke garantuar infrastrukturën e stërvitjes edhe të brezave të ri. Dhe mendoj që bashkia para se të ndërmarrin aktivitete komerciale që mund t'i marrin shumë mirë privati, duhet të fokusohet dhe të japin rolin strategjik. Për herë vërtet, unë e para kam pas pritshmëri shumë më të mëdha për vëmendjen ndaj sportit dhe ajo që shoh janë përpjekje të shumta, pa diskutim, por të pa centrume, pra të përpjekje sporadike, nuk i kanë rëndësinë e duhur, po thona, nuk është shtyllë prioritare, shkurt me thënë. Ndërkohë turizmi konsiderohet shtyllë prioritare, në mbledhjen e kaluar të Këshillit Bashkiak u cek edhe kjo gjë, mundësia majtjes të kampionatit evropian të ujit të njishit, dhe me shumë keqardhje thamë që nuk ishte e bukur për mua si sportdashse, thosh unë ka marrë si tifoze, nuk ka marrë si analiste, po paktën pjesën e parave publike e kuptoj ndrysh, është shumë e turpshme me thonë që po presim të jena mikpritës të një kampionati sepse gjeneron turizëm. Sporti nuk është instrument turistik. Sporti forcon karakteret, edukon, ka shumë gjëra më rëndësishme. Por edhe ajo nuk është pa rëndësi, gështetohet dhe shpeshherë ka ndikuar aktivitetet, turnet. Vjen natyrshëm. Nëse ne do të kishim kam parasysh edhe turnet ndërkombëtar që organizon sporti tenisit me atë kompleksin modern në periferinë të Shkodrës se ndikojnë masivisht në ardhjen e shumë ekipeve të huaja që vinë për herë të parë dhe me numër të madh dhe i rikthejnë Shkodrës. Në shën infrastruktura private, aja private, në thëmë me marrë shteti, ju në përthet bashkia, në bashkëpunim me federatën, në mohon që këtu me... Mos zatë me shumë të kjo temë, sepse është një temë që kërkon shumë hapësirë, por ne do të... Jo në kishtë të aman për masivizimin e sportive, kur kënë infrastrukturë, palestra, sepse s'ka palestra Shkodra. Zhivani, ndeshjet një tetave, pa i komentoj me radhë dhe duhe një mendim nga ana juve cila për tyre ka qenë për ju me kulminante. Kanada, Marok 0-3, Paraguay, Francë 0-1, Brazil, Norvegji 1-2, Meksik, Angli 2-3, Portugali, Spanjë 0-1, SBA, Belgjik 1-4, Argentin, Egjipt 3-2, një ndeshje e çmendur kjo, duhet teksuar, Zvicër, Kolumbi 0-0, por me penalti 4-3, Zvicra e Gjakës, e Granit Gjakës kalon në çerkfinale. Cila prej tyre? Ti the Argentinë, Egjipt ka qenë ndeshje e çmendur, por besoj se e ke ndjekur Meksik, Angli, ka qenë një ndeshje shumë herë më e çmendur se Argentinë, Egjipt. Kartona pa fund, luftë pa fund, një ndeshje që prodhoi ritëm të madh, loje, intensitet të madh dhe besoj kush e ka humbur këtë ndeshje pa parë, pavarësisht se ishte paksa vonë, ka humbur një nga ndeshjet më të bukura të botrorit. Për ju kjo ka qenë me kulminantja? Në këndvështrimin tim deri me tani po. Mendoni që skuadrat që janë kualifikuar në çerkfinale e kanë merituar apo mund pa diskutim. Kishte qenë ndonjë tjetër? Pa diskutim, gjitha skuadrat që janë kualifikuar, pa diskutim që e kanë merituar, po t'i marrim një nga një kemi Francën që ka treshën më të mirë të sulmit në botë. Le ta themi, Maroku që ka treguar një futboll shumë bukur, Spanja që ka qenë shumë cinike ndeshjet e saj, Belgjika që e nisi dobët në grupe, por pastaj erdhi duke treguar atë pjekurinë e saj që ka në kampionatet botërore, pastaj Norvegjia që po udhëheq një Erling Haaland i jashtëzakonshëm i papërmbajtshëm. Anglia që në ndeshjet në grupe nuk tregoi as ajo nivelin e saj për tashmë në pikat kulminante të kampionatit botëror duket që do të jetë vendimtare. Argentina me Messin që po udhëheq dhe pastaj Zvicra që edhe me Zvicrën mendoj që ishte edhe pak fati në pjesët e penaltisë. Tari, në këtë aspekt, njëjta pyetje për ju. Unë i kam njekë shumë tifos Gjerman i kam njekë meshen për Gjermaninë s'kam që flas, edhe meshen e Brazilit me Norvegjin. Brazili lujti, po Holandi në shkoj, domthonë ishte ajo si ishte baza e atij ekipit që eci që eliminoi Interin, baza e Norvegjisë,
Spanja, cinike që thot Maringleni, domthon Zvicrën me penalti zakonisht ekipet e Amerikës, domthon jugut nuk gjojnë penaltit mirë, se domos ata mbrojtësat janë domthon që kanë një befasi e me kanë Gjermania në penalti, që Gjermanët s'kan vujt kur me gjyt penalti, i kanë mësu botën me gjyt penalti, po këtë rrallë i mësunin. S'kam që thëmë, domthon Argentina me ishe diskutueshme me Egjiptin, Shumë e diskutueshme. me diskutueshme, Egjipti ishte shumë shumë e Penalti e diskutueshme. pastër ishte. Ajo, penalti e pastër ishte. Pëlqej- Fal pastër, por të por ndërprer. edhe Egjipti pretendoi për një Po pra, penaltia që nuk e dha Egjiptit ishte penalti e pastër, ndërhyrje direkt në këmbën e Po Salah. pëlqej Belgjika me Amerikën, që kam na i kam pa domthon një rotacion i formacionit belg. Kishte fut, nuk kishte as Lukaku as lojtari që let në Angli, po ishte një djalë i ri, një Ketteler që i boni 2 golat. Masana fol në një framërin opinion sikur Belgjika u fut në ja, një nerv tjetër. shife dora të Edhe trajnerit. nga Shife dora të trajnerit. e fares kartonit dhe kanë Po, luajtur Ajo fale kartonit, unë nuk e di si po këtu ka hi politikat është ti, ka në hy tampi, edhe me kush si me i vjetë me ban, nuk e kuptoj këtë se po bani gabime i sportist, mërë kartonin kush prap, nuk e di. Ma i lenë sigur kishte ndodhur në Shqipëri me ndërhyrjen e presidentit Duka, çfarë ishte bërë. As kishit përfundu diskutimet, është shumë e vështirë për ta përshkruar. Kurse për Zvicrën në vjen mirë, se keni gjokin aty, po vjen mirë edhe për të njerin. Penaltit janë shumë tensionuese, Tensionuese, emocionuese dhe te dramatike. Zvicrën të gjujten më mirë se ekipi i Kolumbisë. Gjaka e shenoj, por gati portieri Po pak e kuptoi krahun, e po preku. ishte pak knalësi, nuk ishte Dhe ishte i pari si hapi kapitet. atë dhe i Dhe fundit më bëri përshtypje sa po u zyrtarizua kualifikimi trajneri i Zvicrës shkoi dhe përshafoi Gjakin, qëndroi Gjati Po, përshafuar me të. më 72 vjetëve ata dolin prap në teqe. Domethënë qysh kur kanë luajtur në kampionatin në Gjermani në 54-shin, ata dolin prap në teqen më të mirë të botës. Leceza, Murat Yakin është Jona, trajneri. eliminohet Portugalia, eliminohet Cristiano Ronaldo, largohet përmes lotëve, u shpreson të kalonte të paktën çerk finale, një futbollist që bëdimoj shumë botërorëve. Një koment për si e përjetuat atë mbyllje. Unë shumë keq, se jam shumë fanë se pavarësisht ke bajt tifo me kombëtaren, po kam shumë respekt për atë si personazh tash, se thosh, ka marrë si teknicinte. Shumë fanca ka në gjithë që Djali u mërzit shumë, sepse normalisht ndikohet edhe prej nesh si prind, pra që na pëlqen ne dhe sigurisht kanë tendencën me përqafu dhe ato dhe e më shoh që tha, po mos u mërzit, i tha se është si me thonë në fundi një kapitullit. Dhe pastaj i tha të nesmen më duket ishte Norvegjia, ishte të nesmen? Norvegjia ishte një natë parë. Kokën përpara. Okej, edhe i tha, Të nesërmen i takonte të kishte Argentina me Messi. po e drejt, edhe një moment, edhe i tha, Bota du të me po Haalandin, nuk ki që do në matë Ronaldo, pra do të me fillu të shime mënu për brezin tjetër. Çfarë moshë ka djali? Banan, Na, si quhet? Armin. Armin, përshëndetje nga Studio Sport, emocionet e botorit. Bravo për ndjekjen me vëmendje, me pasion dhe me tifo. Me tifo të botorit. Shpresojmë që të ecë dhe me sportin. Ky ja. Ai tjetri më i vogli po. Edhe kujtoj që e kena marrë lajmin që presim djalë kur ishte finalja Francë-Argentinë. Edhe e mora si një shaj që të paktën ky le të bëhet futbollist. Bukur, shpresojmë që të na vijë edhe tek ato komentet tona apo jo, Rihuan. Duam sa më shumë talent. Edhe nga një parashikim tashmë për fazën çerek finale dhe duhet ta nis nga Jona, France-Marok është pritet me shumë interes. Nga Franca jote ka përballë një Marok që konsiderohet me të vërtet surprizë, por deri ku do të shkojë surpriza e Marokut? E ka hasë edhe kampionatin e kalum. Edhe besoj që ka me mujt me përballu, edhe kulturalisht besoj se njihen si tipe lojtarësh. Për të tjerat nuk e di, mund të flasë për Spanjën që besoj që ka e Pa shkuar tek Spanja, tek Franca juaj e konsideroni të lehtë?
Në Marokon, jo, Maroko e skuadër shumë kompetitive, me sa kam pa dhe më ka pëlqyer. Kështu që besoj se ka me kanë vështirë. Të pa edhe me Paraguajin që nuk e majtën shumë mirë pjesën e ngarkesës emocionale, besoj që edhe mund të ndikohen, pra të pas parasysh edhe që mund të kenë kulturalisht mrapa dy vendet. Shobaj si stratege geopolitiket. Teksa po komentonim së bashku për çështjen Ronaldo, një kolegë yni sportiv Ervin Baku, shumë i nderuar sekretari i përgjithshëm i shoqatës së gazetarëve sportiv, më dërgoi një foto që unë do t'ja dërgoj menjëherë edhe regjisë për ta përcjell, një foto që e ka realizuar me Cristiano Ronaldon. Ju lutem verifikoni sepse një foto që transmetuam për radhën me Shtopinën, i cili kishte luajtur kundër Haaland, na krijoi probleme me transmetimin, na u bllokua nga drejta e transmetimit, prandaj nuk besoj se kjo foto private Ervin Bakut me Cristiano Ronaldon, që regjia tashmë e ka, Florian Grodani dhe Nino Rakova kanë në pult, mund ta krijojë problem, nuk besoj, por do të ishte me interes ta kaloj edhe në transmetim, sepse vetë ta respektojmë edhe kolegun Baku, por se është një gazetar që ka ndjekur 2 botëror, është me të vërtet për të vlerësuar, dhe kënaqësi që na ndjek drejt për drejt. E përshëndesim. E përshëndesim dhe dërgon foto në kohë reale. Shumë respekt për Bakun. Shumë respekt për Bakun dhe shpresoj se na kaloj në studio foton dhe Bakun e presim nesër në Loro Buriqi, Vllaznia Malisheva. Pas ndeshjes studio, besoj. Ta shohim. Kjo është foto. Foto private, nuk besoj se kemi probleme me drejtën autorit, nëse ka drejtë autorit është Ervin Bakut. Baku, spektakolare kjo foto. Meriton respekt Ervin Baku, faleminderit edhe regjia që na plotësoi këtë dëshirë. Të përfundojmë me Jonin, apo të përfundojmë me panelin France-Marok. Zhivan. France-Marok, besoj Franca do të kualifikohet. Me kohë të rregullt, shtesë apo penalti? Me kohë të rregullt, nëse do ta jap edhe me rezultat saktë. Hajde. Po? 3-1. 3-1, fantastik Zhivani. Dhe pas këtij parashikimi do t'ju ftoj edhe e freskohemi pak me ujë Rogova. Ujë Rogova. Falenderojmë edhe kompaninë e ujit Rogova që na e freskon studion ton çdo natë. Respekte. Shikoj që të ftuarit e shijojnë jo pak. Janë edhe këto Zhivan, do t'i respektojmë ato që na respektojnë. Patjetër. Jona, për çiftin tjetër, Spanjë, apo nuk përfundova me France-Marok? France-Marok më është e fortë, sepse pa fiton Franca se ka shumë mije me. 2-0. Për respekt e Jones, apo? Ja, për respekt Jones, mund të ngoni që e kam, që thënë mik temin, po qef kam me fitu Franca se nga që ka dhe një lojtar të Bayernit atë mënë, cilet Olizin, edhe kështu që... Sepse me misionin e kaluar... Janë dy bele, është edhe Mauricio Upamecano, që letë të Bayernit. Ervin Baku nuk ndalon se dërguari foto, nuk e di se sa do t'jemi të shikoj regjia të drejtën autorit përsëri, ka një tjetër foto që na e dërgon. Desha të them, u bë tifoz me Francën për Jonin, sepse kisha radhën e kaluar në emision aktorin Drane Xhaj dhe pranë saj ishte menaxheri Luan Shmuza dhe Luani mu bë tifoz me Italinë për kam një kemë shprej mendit e shprejonës, po të menu që ka yje mend, ka ekipin më të mirë, kështu që thëmë që Franca do të fitojnë, edhe besoj që do të marrin edhe titullin kampion botë. Ne kalojmë tek çifti tjetër, Spanjë-Belgjik, Zhivan. Spanja. 2-1 me rezultat saktë. Saktë. Regjia do t'i... A ka shpërbim nëse dalin rezultatet e sakta? Ujë Rogova. Pa limit. Një koli. I kërkoj kompaninë Rogova nëse parashikimit e Zhivanit janë sakta, një koli që ta ketë edhe... Me shumë knatësi. Me knatësi. Kjo besoj se është punë e kryer, do komunikojmë edhe
me drejtuesin e Cenit, që është një Cena, që është një ish sportist i Vaznis. Jona, Spanjë, Belgjik. Spanjë? Mos më Pse Spanjë? Mos më pyet pse nuk... Kam konstatuar se shumë tifozë gjenisë femërore janë pasionant tifoz me Spanjën. Jo, unë nuk mund t'i shoh me sy, sepse shumica janë me Barcelonën edhe nuk i duhet, por besoj që numerikisht kanë avantazh, pra për shkak të rekordit mirë që kanë, pra thjesht po ecën me statistikë. Kontaktit që kam nga përvoja disa vjeçare, sa herë kam komentuar Spanjën, kam hasur tifozë të shumta të thekurat e Spanjës, që i kanë darë dhe parashikimet. Po besoj është koha e rrjeteve sociale që ka kanë edhe në mod me bade me kësi tifoz, edhe ka që u 2010 që fitoj në Afrikë. Që se shkunin Ronaldo e Messi me lutë në Spanjë, fillonin të bo me ekipet spanjole, në manë mëllimi jem. Spanjë, E vërtet, është Belgjik, vërtet. Fitan Spanja, njëna të shku si mas emnave, gatse, në manë se mund të nëhonë edhe qëllina, po Spanja. Besoj në këtë pikë e tutje do të vendosë eksperienca gjithë secilit ekip. Se S'do të ketë më surpriza tani. për shembull, te Norvegji Angli, unë mendoj që anglezët do të fitojnë, e bllokojnë Holandin se ja din lojën e Po, tij. e vërtet. Jam i lidëror se të respektoj Mesazhet kolegun shumë, Baku Gac. dhe Baku me dërgon 2 fotot e tjera Po, speciale të- dhe me shkruan Të tekstualisht. shoqëruar me Ashtë në Pelé. Holandin? E drejta e autorit në thekson Baku është Ervin Baku, prandaj pa frikë i Të lutem. shoqëruar me Pelé. Nino Jakova dhe Florian Gردane 2 fotot e fundit Po, i me lutem. Pelën ku u bë. Mikalo. Ja, shikoj, edhe me Pele pas ti. Pelé gogo, kjo e Deschamps, imër. Gac, po trajneri i Deschamps- Francës. Është një fatkeqësi para ca ditësh. Ka pasaport Ju franceze nga jeta Ervin nana. Baku. Po. Është rritur në Francë. Po. Dhe fëmijët e tij jetojnë në Francë, është shumë pasionant me Francën. Foto tjetër, se ta mbyllim me Bakun, është me të madhin Pele, Këtë gogo mortësh. Që Po, kjo e ri, e ka hasur në për aktivitete, është foto kretë në rradhës, Francë më se kohës. dhe Që? edhe kjo, Në Francë e jashtëzakonshëm është 98 nështë. Ervin Baku, faleminderit Baku, sepse na more jo pak minuta. Takohemi nesër në Loro Borishi, shpresoj me një fitore ndaj Malishevës. Norvezi Angli, me ju e filloj fillimisht. Unë thëmë anglesët fitojnë. Sepse Holland let në kampionat angles dhe ja din. Më rritë se Fatjon Serhati në Amerikë ishte... Pa, është shogi jemi, po s'kam se e vetë se vlerësues, do të dërsoj Anglin, do të ndaj dërsoj Anglin. Norvegjisë. Masna i ka një Harry Kane pa përmojqëm, në uanë që po është, thoshun, kjo më në jem. Bukur. Jona, Anglia e se po mendohesh kaq shumë? sepse jam të mendu kush do doja që me mujt Mesin. Edhe po mendoj që Kam Anglia statistikisht ka kanë zhgënjyse, pra ekip shumë, po eci vetëm me statistike, ka kanë zhgënjys. Zhgënjimi i fundit ka kanë mos gabosha me Italinë në finale, që ishte një ndeshje agonizuese, jo dinjitoze për finale. Kështu që do thosha ndoshta stimuli emocional i Norvegjisë mund të jetë kompetitiv për Argentinën. Kështu që do të doja që të fitonte. Gjivan, Anglia, Norvegji, Anglia, fiton Anglia 1-2. shumë po jep rezultate edhe i prerë. Mesatarisht ishte 1-0. Kam Diferencë vogël, golash rezultatet janë shumë dyshim që ato fundshme. që po na ndjekin, se na ndjekin një pjesë atyre pasionantëve të basteve sportive, mos të përqendron. Jo, në asnjë mënyrë, jo. Zhivani, Jo, në asnjë unë mënyrë. them merre, Zhivani është shumë nohatës për këto rezultate dhe 90% i kanë dalur, por Ka që të që s'dalin. duke se kërkon atë kolinë e ujit rrugova. Pa, me pa tjetër, do ta Kërkon ta marrësh do ta marrë, si pa shpërblim. tjetër. Dhe qifti i fundit çeyrtfinal Argentinë-Zvicër, Leona. Besoj që Nëse thot me jetë, po më mëj kush do ta mundin Mesin. Besoj që Argentina do doja shumë për efekte të bashkombasve tonë në Zvicra. Pra, emocionale dhe kjo Për të si fituar zgjedhje. Zvicra. Po. Tani, Edhe unë Zvicër për hatërt Gjeni Gjoks, edhe ati shqiptari tjetër, edhe tajnerit muret e kinë. tek sa gjuhëshin penaltisë u shfaq një flamur shqiptar në Po. stadium. Po thuaj se në gjitha ndeshjet ka patur këtë mund Sidomos shqiptar. më. Dhe për një mirë ata në manë favorizimet si mund të kenë bë kejfije Argentinës.
sepse qysh në qëtë parë, Messi do është me kartonin e kuq me taken mrapa ati lojtarit. Po u falë, nuk e di këta falit. Gjerman nuk i falin iq, Gjerman dhe mohon edhe janë, unë pranaj jam tifus në Gjerman, sepse kanë një disiplinë, kanë korrekcia, nuk di kështu me shku me Bayernin u mësume. Këna është do të është edhe me Gjermanin, që ishe e dorë ati kokures, nuk e di. Jeni përqëndruar kundër Argentinës, po Messi është Messi, po. Më ke jeti, Gac? Më ke jeti? Unë këtë botror, pas largimit të Gjermanisë në Marokë. Dhe se jam bërë me Marokën, se kemi pasur në studio në këtë pozitën ku është sonte Duro, kam pasur Muamar Vucin, është kryetari i shoqatave Shqipëri, vendet arabe dhe është një super tifos i Marokut dhe na ka bërë disa premtime. Prandaj shpresoj se nëse fiton Maroku, ke dëshirë me ka premtime ti? Po, edhe prej premtime, edhe prej respektit të profesor Muamarit. Me shifra dua. Argentinë Zvicër 1-0 është në gol Messi. Minuta? Minuta jetën pyet gjatë. Jo, nëse e don plot. Pjesë dytë besoj, sepse Zvicra ka një mbrojtje shumë të hekur. Bukur. E mbyllim këtu komentin për botrorin 2026, komentuam skuadrat e kualifikuara, komentuam edhe çiftet e çerek finale. Do të jemi sërish me së bashku për të përcjellë emocionet e ndeshjeve të botrorit, por si zakonisht minutazhi i fundit është për vllazninë, e cila tashmë është limiti i kohës, se kemi folur çdo natë me parashikime dhe me komente, por nesër mbrëma në këtë kohë du të jetë duke përfunduar ndeshja, sepse nis në orën 20 Shqipëri. Vllaznia Malisheva. Së bashku me Zhivanin ne ndoqëm seancën e fundit stërvitore të Vllaznisë, por edhe të Malishevës, ndoqëm edhe prononcimin e teknikut Edi Martini. Regjia do ta transmetojë plot prononcimin e Edi Martinit në mbyllje të emisionit, po flesh në panelit që situata, marrëdhënë se ju jeni shumë afër, shumë probleme. Ka shpresë pra të zgjidhin atij shqetësimi që për të bllokimit të merkatos, sepse është jashtëzakonshme. Tani deri në këto momente vetëm përveç asaj listës që pakën ka dalë deri tani, vetëm 2 lojtarë të tjerë mund të federohen. Pakën deri në këto momente. Ky është konfirmimi më i fundit zyrtar se sapo kam bërë. Edhe 2 emra të tjerë dhe ato që janë zyrtarizuar si Bleri. Po, edhe ata duhet të jenë shqiptar, po besoj Bardhi dhe Musta. Lojtarë që në fakt me manovrën që luan trajneri Martini mund të bëjnë shumë punë, 2 manovrat si në gjatë si në fajnë. Por edhe sulmuesi Roktoma kërkohet me insistim, për këto ndeshje është marrë me huazim. E vërtet është, por në fakt kjo problematik duhet ishte zgjidhur me kohë në këndvështrimin tim. Nuk duhet të lihej në minutat e fundit, kontakte me UEFA, kontakte me FIFA të lihej kjo problematik minutat fundit, pasi është e turpshme, është skandaloze, nëse mund ta themi kështu, të luash në Europë me fiks 11 lojtar dhe pastaj ta mbushesh listën me lojtar nga akademia apo nga ekipi, bë për mua skandaloze. Një problem është që nga klubi Vllaznia konfirmohet që janë dëmshpërblyer sportistët dhe e vërtetë është problemi ka mbetur tek UEFA, e cila edhe e angazhuar, e okupuar ndoshta me botrorin, e ka anashkaluar, por e ka zvarritur dhe e peson Vllaznia. E vërtetë është edhe kjo, por tani zyrtarisht FIFA vetëm pas ditën e sotme ka zhbllokuar merkaton e Vllaznisë. Zyrtarisht në sistemin e saj. Atëherë rruga është e hapur sepse është lista duhet ende një konfirmim. Lista e dorëzuar sonte deri në orën 12, deri në 23:59 fiks. Është mundësia e listës B. Është mundësia e listës B, por realisht UEFA lista paraprake ka qenë deri me 3 korrik në orën 23:59 pa ardhur 12-ta. Dhe UEFA nuk lejon që të federohen gjithë lojtarët. Paktën deri me tani e kam konfirmim zyrtar që lejohen vetëm 2 lojtarë për të federuar dhe besoj vetëm Bardhi dhe Musa do të kenë mundësi. Si çdo e keqe, po themi që ka një të mirë prapa, është shansi i trive. Nëse nuk zhbllokohet tërësisht merkati, është shansi i trive, është Vllaznia B dhe Akademia Vllaznia që do ta mbushin listën. Gac, me gjithë respektin, por kjo është ndeshje eksperiencë, nuk është ndeshje trinç. Mos harrojmë që Malisheva është 10 vjet është ko ekip që e kriju.
Domthonë e nis një si shkollë futbollit, pastaj na të pas kërkesat shumë do bë akademi. Se Malisheva është në qendër të Kosovës. Ju një njohës e mirë, se keni luajtur në Kosovë disa vite. Domthonë një ekipet e futbollit, deri në vitin 2021 ajo ka luajtur në ligat e ulta, pastaj ka lënë në Superligë. Fakti që vjen në krye të Malishevës, Në vitin- vjet ka ardhur, Po. sot ne kontaktuam dhe Viti ishte në parë konferencë që- për shtypje trajneri Thomas Berderis. Berderis, ishte trajneri i Vllaznisë. Viti i parë i Malishevës që mori pjesë në konferencë ishte 2023-2024, edicioni që ka marrë pjesë për herë të parë. Domthonë 2016 na kriju ekipi. Kështu që besoj se ai do të thotë Marinjeni nuk është ekip që domthonë vetëm vjen sa me kalu rollin. Jo, Domthonë, është- ai- Vjen me pretendime, Vjen me sidomos edhe pretendime. sot ka një lajm zyrtar nga Malisheva, do të vinë autobusa falas për tifozat e Malishevës për të ndjekur dhe për të mbështetur Jo, ekipin nuk e është ekip Malishevës. për të ndërsuar Malisheva. Kjo është E pama dhe servitje serioz. Ekip serioz, e me vërtet. një staf. Staf Asa është ishin- Asa ishin fush futbollistët E vërtet. veterinar, aq ishin edhe në Po ju pistë qëndron të stafi. pranë edhe presidenti, drejtori. Malisheva është një qytet me 43.000-44.000 banor. Ka ato institucionet e veda, ato quhen komuna, na quhen bashki, komuna Malishevës, domthonë me ta na ofër ka Suareke, na ofër Pejzareni, Ka Gjakovi. luajtur edhe djalë Antonio edhe me e, Malishevën. me Malishevën, Kështu kështu si- Kosovë, me Kosovën janë pak Po, të lidhur. është Antonio Mari po filloi stërvitjen sot të Bestilja. Po, Duhet po, ta japim, po, duhet ta po. përcjellim këtë lajm. Domthonë Antonio si unë e njeh Kosovën mirë. Domthonë e njeh mirë sepse ka luajtur në shumë ekipa, aty unë e përshëndes ti shkojnë marrë edhe Malishev ka luajtur me Gjakov, Denic, Soarek. domthonë edhe ka marrë edhe shëritin e kapitenit. Kështu si na kena miq për nuk po Postumi, por mendoni se do të jetë në shef fort. më është e fort. Malisheva thash, është ekip 10 vjeçar që ka kriju 2016. Jona, si e shikon nesër, do të jesh në stadium? Apo në televizor? Në orën 20. Sepse më njëherë pas asaj, pas Vllaznia Malisheva është France Marok. Franca Marok në orën 10. Jo, faktikisht nuk isha ndjeni, nuk e kam ndjek progresin e Vllaznisë. Unë e kam qujt, dhe më thënë, për mu Vllaznia është bos skuadër në 2021, kur u privatizu, dhe më thënë është relativisht më re se Malisheva. Do e po nga pikpamja menaxheriale, domthonë pra. që- Zimi, por Edhe për çmërive. Vllaznia është 1990. Që në 7 vjeçare, që në 7 Ne vjeçare. ato fol për performancë sportive, Performancat nuk kena ato aty, fol për unë, histori, edhe besoj që janë pak më kështu kanë pas prap luhatje. Unë e kam njoh diskutimin për to, kur si antare e Këshillit Bashkiak isha flamurtare për ta njohur privatizimin. Kështu që për pjesën tjetër shkojmë në stadium kur ma kërkojnë një nga fitë. flamurtarët e këtij Po procesi. jo, bani mbajmë mirë që më the se nesër do çoj djemt për bukur. Këtu do ta mbyllim sepse kolegët e mi të teknikës Nino Jakova, që është përgjegjës i transmetimit, dhe kolegu tjetër Florian Kardani më bën me dije sepse duhet transmetuar edhe konferenca e shtypit e Edi Martinit. Faleminderit Jona Leqeza dhe sukses në Këshillin Bashkiak me ato vendimet apo në parlamentin e qytetit dhe sukses e Francës tuaj. Dhe sukses tifozit, djalit madh dhe djalit vogël që po na bëhet futbollist. shpresoj shumë. Tanduro, faleminderit. Faleminderit zgaci. Sukses edhe djalit me kontratën e re Në një shtator fran kontrata e re në atje. Uçin. Faleminderit. Sa duro do të jetë Suksese, faleminderit, faleminderit. Është një volleybollist që premton shumë për të ardhmen. Jo pse kemi profesorin në studio, por është një nga trit më të talentuar që ka Vllaznia. Largua Vllaznia dhe të luajë tashmë për Ulçinin. Faleminderit. Zhivani, faleminderit. Faleminderit dhe unë po presat kolinë e ujit pas 4-5 ditësh. Të presim parashikimit tuaj dhe ke garant, ndoshta diçka më tepër, sepse kanë edhe një pije tjetër shumë interesante që na kanë premtuar se do t'i shoqërohet, do ta shoqëroj ujin edhe ajo pije tjetër për çerek finalet. Faleminderit Gac, kënaqësi. Këtu e mbyllim të nderuar shikues nga stafi realizues i pultit të transmetimit, stafi teknik Nino Jakova dhe Florian Kardani, nga unë Gaspar Markut, përshëndetja e fundit. Takohemi nesër, por do takohemi në një moment disi më të vonë. Në orën 20 luan Vllaznia Malisheva, në orën 22 fillon France Marok. Në pushimin e ndeshjes France Marok do të jemi drejt për drejt për të përcjell emocionet, shpresojmë të fitores Vllaznia Malisheva, por edhe të fitores të Francës, Jona Leqezës, Montangonit dhe grupi tjetër. Natën e mirë. Po thuj gjithë në kontingjerin e duan fizik, pa qka se disa në kanë ardhë edhe me vënes, por gjithsesi
janë mirë, normalisht nuk jena në atë 100% e çdo njerit, por gjithmonë kjo fazë është pak problematike. Kështu që mendoj që këta lojtarë që kemi aktualisht janë mos mirë në gjendje për me përballu neshin normalisht. Sa kanë shumë ndërtesat miqësore, profesor, për të kolauduar skuadra? Po, atje kemi pas vetëm 13 lojtarë nga pjesa e vjetshme që kanë qenë lojtarët e ekipit, që në ndeshja e parë deri e fundit kanë kallëzuar rritje. Thash prapë si jeni aty ku duhet, por edhe pjesa e trive janë mundu, kanë dhënë maksimumin, sepse siç e dini kemi marrë shumë nga ekipi trive këtë radhë në fazë parajtore dhe nga ekipi B. Normal na kanë shërby, megjithatë thash jemi në proces kolodimit edhe duhet bëjmë gjithçka për nesër. Disa ndryshime, profesor, në ekip, ju ndihmojnë apo është problem për skuadrën? Jo, që është kohë e shpejtë. Është kohë e shpejtë, normal dojnë kohën e vetë mu kollodu me ekipin, sepse nërsh kanë lujtë në për ekipet e tjera, gjenë një model nërsh këtu tek ne, po megjithatë me kalimin e kohës do të bëhen një me ekipin, pa çka se për momentin nuk janë të shkrim njësoj me skuadrën. Profesor, ka ndonjë lajm të ri në lidhje me pezullimin e merkatos, sepse u tha se klubi Vllaznia drejtuesit po interesohen? Jo, nuk e di, unë ku kam shku në fazë parajtore kam qenë kredi qetë, sepse që me do 8 muaj tjetër është bë pagesa, nuk e di për çfarë arsye si tek qysh janë punë, sepse nuk është fushë e eme dhe nuk di me komentu, por di që është hap edhe di që mendoj që gjithçka do jetë në rregull. Si ka mundësi vetëm një futbollist është lejuar si Herald Marko dhe të tjerët jo? Nuk e di, gaci, nuk e di, më thonë drejtën, nuk jam marrë hiç me këtë punë, normalisht i kam menduar gjitha skenaret e mundshme me dhe po ekip të plot. Që më del mu për detyrë është që të shoh fushën e lojës, ata lojtarë që do kem do të jenë të gatshëm, do të na bëjmë maksimumin, këtë di me garantuar për pjesën tjetër, nuk e kam idenë se si. Për qëndër qartë, pra profesor, do të jenë 15 lojtarë, 13 lojtarë, siç është diskutuar, apo jo, më shumë gatshëm? Pra sa lojtarë do të ketë Vllaznia nesër? Unë shpresoj që do të jenë gjithë gatshëm, sepse merkatja me sa kam marrë vesh është orën e fundit është blloku. Thash pagesat janë bën një muaj përpara, nuk e di se si. Megjithatë thash do të jemi gatshëm për të dy skenaret. Profesor, shumë zhurmë rreth Sherif Kallakut. Si është në vërtetë? Për tjerë. Unë kam që me do atë 8 që kam fillu stërvitjen, edhe nesër është nesha, pothuajse një muaj përpara. Vllaznia e ka mirë prit, e ka dashur, edhe e ka dhënë maksimumin e vet. Vjen një moment që e me zori nuk mundesh me mojt kërkën. Profesor Malisheva, kundërshtari që keni dëshiruar apo ndoshta nuk keni pas një preferencat tuaja? Jo, me thënë drejtën nuk e kisha dëshirë, nuk kisha dëshirë të përballesha me ekip shqiptar. Megjithatë këta janë, kjo është fati i shortit, këta janë kapriçet e tij. Domethënë ishte ekipi më i mirë i mundshëm të gjithë ata ekipet që muishin në Euro. Megjithatë thash, ndeshje që do të jetë fort, do të jetë luftuar, edhe do ta kërkojmë me ngulm kualifikim. Në panginën kundërshtare vjen një trajner që ka drejtuar Vllaznin si Tomas Berdarić, një faktor pozitiv për skuadrën kundërshtare? Tomas e njeh mirë ambientin, e njeh mirë shumicën e lojtarëve tonë. Ndoshta është favor, edhe është favor për te, po gjithsesi ka edhe lojtarë të ri që kemi marrë, por edhe pse i njeh, është tash një favor, por megjithatë ne do të bëjmë pamundjen tonë që ta kthejmë rezultatin. Si e vlerësoni Malishevën? Ka bërë shumë lëvizje lojtarësh, e kam parë opinionin publik në gazeta që është trumbetuar më të madhe që i kanë ikë shumë lojtarë, por faktikisht ekipin e ka më të mirë se sa ka pas me lojtarë që ka pas. Ka bërë shumë blemje, ka bërë shumë prurje gjatë kësaj merkato dhe janë më të fortë se kanë qenë vjet. Lajmi më i fundit është sepse nga Malisheva do të udhtojnë autobus pa limit falës drejt Shkodrës, tifozëria vendase do ta mbështesë në Loro Borisi Malishevën. Po janë mirë pritur, ne kemi prit gjithkënd në Shkodër, aq më tepër ato tifoza shqiptar
sepse ato janë njësoj si na, kështu që ato janë vend tyne, kështu pse mas mi pritë dhe mi respektu në maksimum. Sa e rëndësishme është për ju, profesor, edhe për krahja tifozërisë nesër në stadium ndaj Marishevës? E rëndësishme është në maksimum, djemë të kanë nevojë për ta. Normalisht, me thonë drejten, edhe unë personalisht nuk jam akoma i zhgënjym për titullit kampion që ne humbme. Normalisht janë të mërzitur bashkë me tifozat jena akoma në procesin e mërzisë, akoma s'na ka dalë e keqe, po gjithsesi prania aty në stadium gjithmonë vlen, sepse tifozat janë ata që për krahin i napin zemrën e ekipit, ata që në ditë mira dhe ditë këqija do të më kenë afër. Do të kërkoni që ta siguroni ndeshjen që në këtë sfidë të parë, profesor, duke qenë se ndeshja kthimit është në Kosovë dhe gjithmonë. Senat, këto janë ndeshje shumë të ekuilibrume. Çdo rezultat që mund të arrihet nesër do ketë edhe ndeshjen e dytë më rënd. Nuk mendoj në asnjë mënyrë që mund zgjidhet tek ndeshja, por janë të dyja ndeshjet duhet jena të kujdesshëm, sepse janë dy takime ku mandej vjen eliminimi, pra është një ndeshje që s'mundesh me luajtë gjithçka për gjithçka, duhet të jesh i kujdesshëm, duhet të mendosh edhe për ndeshjen tjetër. Profesor, sa frime i duhen vëllezërisë për ta parë ekipin e kompletuar? Jena shpejt, normalisht që duhen afrime. Qeshori është periudha më e keqe e mundshme për me marrë lojtarë, disa janë me pushime, disa presin, kanë luksin për me pritë në rezervë, sidomos lojtarët e mirë. Kemi bërë përpjekje maksimale me marrë lojtarë. Jemi në tratativa edhe me lojtarë tjerë, që shumë shpejt do jenë pjesë e vllaznisë, po thash kjo është periudha më e keqe. Jemi munduar me bërë maksimumin për me rritë kjo ndeshje që kemi